me kërpudha është receta e dytë. Lexojmë fillimisht përbërësit e saj, çfarë ju duhet përveç përbërësit kryesor, që janë kërpudha, dhe ato mund t'i zgjidhni të llojeve të ndryshme. Sipas buxhetit, çmimeve, mjafton të dim ato rrugën e përgatitjes dhe pse jo, ta kemi ta shijojmë në tryezat tona. Supa me kërpudha, në ditën e sotme pra në recetën që kemi zgjedhur, ka pak përbërës, i shohim pak së bashku, më ndihmoni me recetën e shkruar që t'i shënojnë edhe anvisat në bllokun e tyre. Ja tek e keni 400 gram kërpudha të freskëta, 1 qep mesatare, 2 thelpinj hudhër, 30 gram gjalp, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 700 ml lëng pule ose lëng perimesh, 150 ml pana guzhine, 1 lugë miell, krip piper i zi dhe majdanoz i freskët. Kjo është supa me kërpudha. Ta gatuajmë bashk dhe ta shijojmë. Kështu siç është, një vakt i lek dreke, mund të jetë vakt për në dark. Kur të duam në lëngun e pulës e kemi nga receta e parë, kështu që do ta mbajmë për supën. Tenxherja e nxehtë. Unë e di që shumë mirë, shumë anvisa do thotë po kështu nëna ime e gatuante. Jo pa të nxehtë, jo me të nxehtë, por ja që këto janë rregullat e kuzhinës. Domos për kërpudha duhet të bëjmë nxehtë. Tjetër janë këshillat e një anvise dhe tjetër janë këshillat e një profesioniste. Kërpudhat. Normalisht i presim pa hequr lëkurën. Sepse do thoni që të gjokën e heqim, ju nuk e hiqni kur bëni supra, absolutisht jo. E hiqni vetëm kur bëni të mbushurat. Kur bëni të mbushurat, patjetër që hiqni dhe pjesën që është si filharmonik, të pjesën këtu. Gjë që këtu nuk ka nevojë. Po prap, edhe sikur varet se sa qëllon ajo vasketa, nuk është gabim edhe sikur ti heqesh. Është mbrojtëse. Por për t'i kaudisur duhet patjetër të jetë i nxehur mirë vaj, se këto janë dhe si sfyngjer. Qa do të shkonte mirë kërpudhave? Tartufi. Tartufi gjithmonë ka ekzistuar, dhe pse do thoni që jo, po ka ekzistuar gjithmonë. Sa ka pasur tyre, ka një tartuf. Kërpudh në kërpudh, jep një shije të veçantë, por le të qëndrojmë te bazikja, që nuk kemi nevojë për tartuf, për një shije më delikate, sepse është vërtet një shije më delikate. I shtoj yndyrën sepse e dim shumë mirë që kërpudha e ka qef yndyrën. Për ti të sfyngjer ka lagështirë brenda. Nuk kemi ndonjë kërpudhë specifike të veçantë për suprat. Mund të zgjidhim këtë të duan sipas buxhetit edhe preferencës së tyre. E vetmja kërpudhë që duhet. Dhe më pas nëse ndryshojmë për gjëra të tjera, sepse kemi shumë lloje kërpudhash. Kemi shumë lloje, është pankuqja, është itali. Ka pa fund. Unë ngelem në këtë të vogëlin që ne e njohim të gjithë. Kërpudha gatimi dhe kërpudha medicinale, pastaj për sëmundje të ndryshme. Normalisht edhe kërpudhat helmuse. Shtoj thelbit e hudrës që i pres dhe nuk i kaloj në as në render, as në blender, por qepën e kam kaluar në blender. Me lukë për zjerjen. Derisa të marrin atë ngjyrën e duhur që unë e ndihmoj me lëngun e pulës. Me lëng mishi, çfarë të doni ju. Unë me që kisha lëngun e pulës, ja shtoj të gjithë të masën këtu. Dhe është fiks për masën e kërpudhave. Dhe largoj tiganin. Pra një karurdisje mirë dhe zjerja tani me lëngun e pulës. Thashë në fillim që lëngu i pulës nuk kishte krip. Sepse, po ta vendos tek mishi që në fillim, dhe mishi pulës kërkon shumë pak zjerje, shumë pak. Krahasuar me mishin e viçit. Problemi është për shkakun që ne shohim tani në kohët e fundit që mishi i pulës dhe na zihen, po të vëmë makaronat edhe mishin e pulës zihen në një kohë. Pra, normalisht e fresta është beton më të gjatë dhe kockën e ka të bardhë dhe mishi është tepër i ngjeshur që kërkon shumë zjerje.
Kjo është pula që është e fshatit, që themi ne. Më pas këto danoqet e mëdhaja që marrin kile, është që gjë zjejnë tjetër. sa po i fut në ujë të bluar. Sa vendosim... Ose coptohet shumë me dorë ajo, pa e pra, po të vendosur vendosim fare në ujë. petkat me një pulë të madhe, zjerja është në një kohë. Po. E lë që të bëhet paksa, sikurse unë tani do të shtoj dhe kripën, sepse kripën nuk e vendosa. Kripa ndalon zjerjen e mishit që në fillim. Po. Që kështu e lë në rehatim e vetë. Në fund do ta spërkasim me çik majdanoz. Që e kam të mirëmbajtur me në frigorifer. Po. E Shtoj treguam masën e vetë. miellit. Tek masa e miellit, përse mos shtë pak qumësht. Në vend të ujit, unë kam qumësht. E nëse ne duam tradit, pakës qumësht, e ajkos, e ndihmon të marrë atë shijen e duhur, sidomos gjalpi dhe qumshi janë të dyja gatime tradite. Gatime tradite, pra tradita i ka të domosdoshme. Nëse do thoni për mielin. Trazojmë për një lugë miell nga... është ura lidhse në të gjitha gatimet. Në të gjitha gatimet. Mos të është bazike, është bazike. E përzije mirë, do thoni ju niseshte, më mirë miell. Niseshte ne përdorim me salsat e bardha, që na përdorim në salsa delikatese, prandaj quhet salsë. Kurse këtu unë nuk e kam salsë. Këtu unë e kam pra të trashjen e lëngut të duhur dhe normalisht unë kam edhe pana që e ndihmoj për kremozitetin. Ja zjen besoj tani. Nëse juve për shembull keni djathtin e bardhë që është kremoz, normalisht mund ta kaloni në blender djathtin e bardhë me pakës qumësh dhe sërish e përfitoni atë masë. Do të shtoj me një trazim, një tretje mirë, që të mos kokrizohet, i shtojmë pak qumësht tradita. Dhe ja, shiheni rezultatin. Niki, largojmë kremoziteti duhur. Direkt petkat. Do të shtoj sërish mas qumshti, që të ketë atë shijen e duhur, atë shijen e këndshme. Pa i marrë tani vëmendjen supës. Shumë e shishme, vjen një aromë shumë e mirë nga ndërthurja e erëzave. Sigurisht supa mund të jetë një opcion që shoqëron bashkë tavën, po mund të jetë një opcion shumë i këndshëm për një vakt të lehtë më vete. Një supë kremoze që na ndihmon në këto ditë, sidomos e dim që shumë që kërpudha është zëvendësuesja më e mirë e mishit. Mund të bëjmë qofte me kërpudha, patjetër, duke i krirë, i mbushim. por duke i shtuar normalisht edhe bukën. Bukën asnjëherë mos e kaloni, mos ta shkoni dëm, se na thoshin dikur gjyshe. Do të shtoj masën e piperit, e kaloj sikur se më duhet edhe Majdanozi, majdanozi, e freskon, ul shton shijen. tërësisht nivelin e nxehtësisë. Majdanoz i mirëmbajtur në ngrirje. Gjithçka duket shumë mirë e lidhur, edhe trajta forma që ka marrë Unë të supa marrë një jon. pjatë, E shërbejmë, e tregojmë dhe në tas apo në pjatë dhe shijojmë. Jo më kot dikur kërpudhat, nëse kërkon dhe lexon mbi to, mbi lirat e tyre, i kanë quajtur si ushqimi i perëndive, sepse zëvendësonin shumë mirë proteinat që kishte mishi edhe shumë e shumë vlera të tjera. Siç tha, mes mira lloje me mira. E bëra me mira lloje, po qindra lloje patjetër që ka dhe këto kërpudhat medicinale që përdoren si anti-stres, antidepresion në kurimin e shumë sëmundjeve të ndryshme, gjendjeve shëndetësore, përveç se këtyre kërpudhave që ne i gatuajmë dhe kemi më të thjeshta në përzgjedhje. Dhe që të jemi më të thjeshtë, ku qëndronin perëndit? Në majën e Olimpit. Në majën e Olimpit ishte
afër me diellin. Në se dielli kjo pra është ja. Prandaj dhe prandit ka qenë solar. Aty diku dolëm edhe ne pastaj. Doli dhimin, doli Andronikit. Jo, unë isha luftoja poshtë. Me uruara bujësinë. Unë gjithmonë kam qenë në tokë mi. Edhe unë me këmë në tokë jam. Tani, me supën mbi tryezë dhe me tavën, mbyllim pjesën e parë të gatimeve tona. Ka publicitet, takohemi në pjesën tjetër. Me një truk të thjeshtë. Bukur fare. Një truk të thjeshtë. Bukur me 2 recetat. Na lini që ti shijojmë çik në publicitet. Rikthehemi pastaj. Ama se po marr karrige.